Sistemi qytet i sigurt, i cili aktualisht është në fazë testimi para nisjes më 1 janar ose një muaj më vonë, për momentin nuk ka mundësi të fusë numra targash që të përjashtoheshin nga gjenerimi i gjobave për kundërvajtje. Çdo automjet që do të regjistrohet duke shkelur ligjin dhe rregullat e trafikut merr njoftim për gjob, por kjo do të ndryshojë në të ardhmen kur targat e automjeteve me përparësi kalimi, si ambulancat, zjarfikësit dhe automjetet policore të futen në sistem dhe për to nuk do të procesohen gjoba. Në sistem do të ekzistojnë prova se këto automjete kanë shkelur rregullat e trafikut. Megjithatë, kjo hap pyetjen për mundësi abuzimi me këtë opsion, pra mundësinë që personat me qasje në sistem, me urdhë të dikujt ose me iniciativë personale, të fusin targat automjeteve që nuk kanë përparësi kalimi, si ato të politikanëve, personave me ndikim apo të miqve të tyre. Nga Ministria e Brendshme premtojnë se do të ketë mekanizma kontrolli. Ndërkohë, një nga reagimet më të mëdha në rrjetet sociale për sistemin qytet i sigurt është mungesa e infrastrukturës së duhur të trafikut, veçanërisht e të shoqëruarit të Val e Gjelbër. Kjo do të thotë që semaforët të jenë të koordinuar në mënyrë që drita e Gjelbër të ndizet në mënyrë të njëpasnjëshme, duke krijuar një val sinjalesh të gjelbra për automjetet që lëvizin me shpejtësinë e rekomanduar prej 40 deri 50 km/h në zonat urbane.